يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Falënderimi takon Allahut azza wa jalla, ato e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Salavatet e tij dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Ky është dersi 32 tek jetën e vartë që jemi duke folur. Dhe herën e kaluar e përmendëm që gjenazën kur ta çojmë te vorret, shpirti i atij të vdekurit e përcjell. E lutem Zotin që të jetë për të mirëve. Se e përcjell, kur ta përcjell shpirti deri tek varret, deri tek vorri i tij, me bë me qenë i mirë, thot hajt më shpejt qenëm. Me bë me qenë i keq, thot ai i mirë jon, oj familja ime ku po më qeni. Edhe vërtet e përmendëm herën e kaluar edhe hadithi që autentik se si Buhariu, që njeriu i keqi kur thot o i mirë, o mirë familja ime, ose i miri on, o i familja ime ku po më qeni, pe mjerimin e madh, tingullin e madh, zërin e madh që e lëshon personi i keq, njeriu i keq, shpirti i personit keq e nin edhe kafshët, edhe gjallësat e tjera e nin klithmen e tij, piskamën e tij që të zonin. Hale pa hi në vërë, që të zonin që ku po më qeni bre. Dhe tha pejgamberi sa, me bo me një njerëzit, që me bo me një njerëzit alivanusin. I bjet pakt njerëzve të cilët me bo me një, po të veç njerëzit nuk e një qëto. Ndërsa kur jemi të këtë rivajet tjetër që flet për kur i mshohet keqit, atër nuk e një zonin klithmen e ti njerëzit dhe gjenit. Mirë po tashti, para se e qënëm gjenazën të vorët, ose a ardhë ku atash mja falë namazin e gjenazës. E mja falë namazin e gjenazës. Muslimant e kanë obligim, muslimanet e kanë obligim mja falë namazin e gjenazës ati që ka vdek, muslimanit që ka vdek, e kanë obligim mja falë namazin e gjenazës. Por këti i thujnë farz, ose farz i përgjithshëm, ose farz kifai. Që do në thëtë? Nuk do në të thëtë që kerejt çdo njëri prej neve, duhet pa tjetër, kerejt për shembull nëse ka vdek një njeri në fshatin ku jemi na këtu, imam, nëse ka vdek një njeri këtu, nëse s'ja fol gjenazën e tij, krejt Kosova, atë krejt janë gjunaqar, kështu ju. Por as nuk thuhet se nëse namazin e tij s'ja kanë fol krejt Lipjani, as kështu nuk thuhet. As kjo s'është. Por as nuk thuhet se nëse namazin e tij s'ja kanë folur krejt fshati ku jemi na këtu, as kjo kështu nuk thuhet. Pra nëse një grup i muslimanëve e kryen këtë obligim, të tjerët lirohen. Tjerët s'kan mëkat. Por, me bomës mja fol kërkush, namazin e gjenazës, krejt ata që janë të rrethit e tij, që nifet rrethit e tij, edhe që kanë njoft dhe kanë dëgju për të, sa më shumë që zgjerohet rrethit e tij, krejt ata pastaj janë mëkatar, nëse e quajnë pa namaz. Se pa namaz, muslimani nuk quhet. Me përjashtim shahidat për dëshmorët e kanë diskutu. Kanë thonë që s'është obligim, por prap disa kanë për dëshmorët kanë thonë s'është obligim. Dëshmorët. Interesant. Vetëm se kanë thonë, apet disa për imamëve të hershëm kanë thonë nëse ja folni është edhe më mirë. Ndërsa po çfarë shpërblimi ka nëse na tashti një njeri na jem të fol temën, pe çojna deri në varr, kur të hen në varr bashkohet trupi dhe shpirti, të janë nisin me lek me pyet kush është Zoti jote, kush është pejgamberi jote, kush është feja jote. Kërrejt për çatu jem të dosh që so ku për me mrri.
Dhe gati më rënëm. Por tash një herë jemi të vuri. Por, para se të vurit kemi, e përmenëm të vërë, se namazi gjenazës falet ose në hapsir, ose si u përmend në xhami, ose të varët. Por me thonë drejten, nashta, ma e pëlqy, nuk është e kulmi i të pëlqyres me fol namazin të varët që shë bojnë atëna. Me mujtë bili me ikë që so është ma parsore. Mos të harrojmë, tani 100 herë më pyet. Ma parsore është me fol këtu se të varët. Kanë diskutuar për çështjen a mbetet me kru ajo, çështja është tjetër. Kështu që më mirë është me fol xhami, namazin e xhenazës. Por ta çfarë shpërblimi ka mja fol namazin e xhenazës, se më shumë jetë të fol aspektin e shpërblimeve, që lidhen pak edhe me çështjet besimit. Çashtu më shumë e kam nisur edhe temën. Tha pejgamberi alayhi as-salatu wasallam në hadith që e sjell edhe Buhariu dhe Muslimi, që vjen hadithi prej Ebu Hurajrës radhiyallahu anhu. Ebu Hurajra tha se ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam: "Men ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha ويفرغ من دفنه فإنه يرجف من الآخرة من الأجر بقراطين." Tha pejgamberin në këtë hadith, kush e pasën, e ndjek gjenazën e një muslimani, e pasën, e ndjek, e përcjell deri te varret. E pastaj e pret, ja fol namazin e gjenazës, shpërblimi namazit tash. Ja fol namazin e gjenazës, e pret deri të varroset. I ka shpërblime sa 2 kodra. Kur e shpyt transmetuesi se çfarë kodrash, ka thonë sa 2 kodra të Uhudit. Shpërblime sa 2 kodra të Uhudit. Ndërsa, nëse njoni veç ja fol namazin e gjenazës, pezom ja fol në xhami, namazin e një gjenazëje musliman, ja fol në xhami, por nuk e përcjell deri te varret edhe me varrës. E merr tha pejgamberi një kodër të Uhudit sevape. Shpërblimi ma? Sa një kodër veç mja fol, po nëse e pret, edhe deri të varroset sa 2 kodra. Por nga që kjo, do ta mësojmë vetën tonë, që kur të vdes një musliman, shkojna mja fol, shkojna mja bo këtë nder, edhe këtë obligim me kry, këtë shpërblimi me i marë, shkën me abdes, edhe ja fol namazin, edhe pret deri të varroset. Mos u nis me ato që namazi u kry, s'kam çka e pres, mo deri të varroset. Mos mu nis nga që kjo. Por mu nis nga ajo se po shkoj pja foli namazin, një herit edhe deri e pres deri sa të varroset. Boni krahasim pejgamberi sa pra 2 kodra sevape. Një kodër se kodra e Uhudit. Kodra e Uhudit është një 4-5 kilometra larg Medines, larg xhamisë të pejgamberit, larg varrit të pejgamberit. Me bën krahasim atë. Një 4-5 kilometra është më larg. Po sa është e madhe kjo kodra e Uhudit? Kjo kodra e Uhudit, nëse e këshyni, e gjatë, është një 7 kilometra. E gjanë, 2-3 kilometra veç gjën. Tash paramendojën vetën tonde sa sevape merr nëse ja fal namazin e gjenazës një muslimanit. 7 kilometra gjatë, një 2-3 gjanë, e po sa përpjetë ngritur kodra? Kodra e Uhudit i ka një 320 metra lartë. Një 320 metra. Tash t'ju paramendonit, kërejt të bëj sevape, që ka tub sevapësh, ki veç mja fal namazin e një muslimon, namazin e një gjenazës të një muslimanit. Një tub sevape, e madhe tuba jote, me 7 metra gat, me 7 kilometra gat, me 2-3 kilometra gjanë, me një 320 metra lartë. Kërejt tub sevapësh që ti e fale namazin e një gjenazët një muslimanit.
Ndërsa, nëse e përcjell deri të varroset, 2 që si sevape. Nëse qito e din muslimoni, nëse e din, e mendon, qito, nuk mendoj se ka një tru, ose nëse një tru iman, besim në zemrën e ti ka, duhet mos me lanë këto. Që është veç një pjesëmarrje edhe namazi i gjenazës nuk është i gatë. Në namazi i gjenazës për i ma të shkurtëve. Namazi i gjenazës as ruku, as sejdë, veç drejtohesh, hoxha Allahu Ekber, ti Allahu Ekber. Bili në shumicën, saktën fjalë, saktën, se që fiqhije, tani po hen, po në saktën fjalë është se namazi i gjenazës, a di me sot pranohet? Se na e bojmë të lashe kuku namazin, po çka me bu, e tani në fund, me rështeja në fund, vëgjellethena uke wala ilaha gajruk, shtesat që nuk është mi fart me lodhë gjemoti me kësi sene. Po a di me sot pranohet namazit? Namazi i gjenazës, që t'ja falë, më thonë, namazin, të pranohet, ka shumë fjallë me sa tekbire, pe marrë me shno që është të njoftët e na, me 4 tekbirate veç. Hoxha Allahu Ekber, ti Allahu Ekber. Hiç kur gjë mos knefsh, s'ka problema. Hoxha Allahu Ekber, ti Allahu Ekber. Aja apet Allahu Ekber, ti Allahu Ekber. Se është fjallë, sa tekbirate, për na pe marrë me shno një mendim. Qesa? Hoxha Allahu Ekber, ti Allahu Ekber, me që kaq 4 herë, edhe e ke kry namazin, edhe qatë një kodër, so kodër e Uhudit sevape, veç që kash mjë bashkan gjithë më rapa hoqës, ka t'ja folë namazin e një gjenaze. Hajde përfe. Me që kash, 4 tekbirate. A o letë, për me marë gjithë që të sevape, edhe so ken, përf, se ti nuk jeve këtu. Thash, një kodër e Uhudit është 7 km gjatë, 2-3 gjërë, edhe 320 metra lartë. Të bëj e keqit hapsir me sevape ti. Ban e keqit hapsir me sevape, veç një trum ju fluk mra pa hoqës, se pja formi namazin një gjenazë. A përshë fash problemi? Po me bo me prit dhe i dvarroset, 2 që si këdra. Tha pejgamberi alejhi, as-salatu was-salam. Kështu po tha pejgamberi alejhi salatu pra nëse e përcjell një gjenazën, e përcjell një deri të vorët, ja falni namazin e gjenazës, edhe pse thash më mirë është më fal i jashtë varreve namazin e gjenazës. Të na folin shpesh në vorre, por më mirë është jashtë. Në fund, këtë rast në xhami është më mirë. Po dikush s'do më morr vesh smer, s'kam çfarë më bë. Kjo seria më mirë është në xhami se sa në varre, nëse mot aspekti e fekut. Me përcjell, me shku me abdes, atë që është e rëndësishme namazi i gjenazës, atë që e rëndësishëm, sa që dikush ka thonë, ka që problem të madhë, menda, besoj që një shkollë juridike, ta së përmende këtjela, një shkollë juridike ka thonë, në që këtë rast, edhe nëse e ki ujin ma qatu, nga të ki ujin, me shku me mor abdes, po që qëllove ti, pa abdes, qëllove, pa abdes, por tashti ti e din se shfash po keve ngut, ke ja ka nullë, ku ti shka, po e din që me bo veç mja folë namazin një kodër e Uhudit sevape, ty qysh me tik, po ujnë e kam kërë, po veç dhe shkësh të kjerit, të merë, të lojë, hup se namazin gjenazin shkur, thash. A di që kanë thonë disa fukaha, kanë thonë edhe nëse ki ujnë kërë, bjen ujë prap. Edhe pse, qka me bo, merë të imëm. E që të imëm është rast urgent është, kur s'ko ujë, e kur janë do pengesa tjera. Por me që tha në qitë rast kanë thonë, mës me tikë që këse vopi madhë, se vënëhë është dhe të me shabdes, kanë thonë me të imëm. E të imëmi, janis, letë, të imëmi që prek tukën me njetë, dur dhe ftyrës u kënë. Që kjo të imëmi? Pse ka shpejt, se mos tik namazit që kjo i shpejti, e qaj se vopi madhë i kësojna. Pastaj, nëse shtruhet pyetja, po për shambull, a ban që kanë vdek 2-3 gjenoze, ose janë 2-3 gjenoze të muslimanve, a ban me i bo bashk krejt? Ban me i bo. E po tani me bo me qilu, edhe këtë ndere kanë pos, ata që jenë kom naj umre me kry, a naj haqë, kështë që ka pos. Se në Mekë, unë për veti kër kam qenë në umre,
nuk e di që më ka shpëtu naj namaz pa naj grup gjenazeve që kanë falë. Thuj se pas çdo namazi ka pas grup gjenazësh që kanë falë namaz. Kanë dhënë selam edhe me i herë ja kanë nis namazi gjenazës. E ato ju një grup. Çka merr këtu? E që ato, me linë nëse Zotin e ka pranu, është grup qaq sot gjenoza kënë qenë, qaq kodrat e Uhudit se vape miren. E së të lepë, është ta me shku me puna jombre është e madhe. Qaq se vape. Nashtë ato jenë 10, nashtë janë edhe ma shumë. 10 gjenoze, të e kryte drejken, ata atojnë pe formi namazin e gjenozës, thët me mikrofon a i hoxha, edhe i folë për 10 kodrat e Uhudit se vape. Qato. Vetëm se duhet me pos parasysh që nëse është shumës me bon jetë për shumë. Nëse është vish një gjenoze, me bon jetë veç për një gjenoze. E sa është mirë me ka numri i atyne, na përmendum, spekthire nëse bon shumë, kërësurja, thamë, nëse një grupi muslimanve, konkluzëm të maj prëf, nëse një grupi muslimanve e folin namazin e një gjenoze, të tjerët liruhen. Nëse që këj grupit qëtu e kena falë vdesh një njeri, e prënën qëtu me falë, bilë që ne e kena venin të gjomi, e prënën që këj grupi e kena falë, të tjerët musliman të botës krejt. Janë të lirum, s'kanë mëkat pëse se kanë falë namazin e qësoj gjenozës, se na e kena kry për ta. A na kuptut? Por, e sa është për numën e tyre dhe çfarë vlerë i ka dhonë pejgamberi, alësëm, po tash, na e morëm se votmi për mojë për veti, po. Po a i ndjeri, a i vdekuri, a i qëfar shpërblimi ka tash? Se na për veti po kena qef, hajt t'i rigoti një gjenoze, po falet namazi i një gjenozës, që të traku lidha mrapa, gjitha se vop. Po a i personi, a ka na i sendu bijaj? A i ndjeri, a i vdekuri, a i ka. Cilat janë ato? Tha pejgamberi alayhi as-salatu wassalam. Hadithin që e sjellë Imam Ahmedi dhe të tjerë. Dhe Shek Shoaibi thotë hadithi është i vërtetë. Vjen prej Aishës radhiyallahu anha. Thase, ka thonë pejgamberi, ma min rajulin yamut, fa yusalli alayhi ummatun min al-muslimin, fa yashfa'una lahu illa shufi'u. Tha Aisha në këtë hadith e folim pa numër, të përgjithshëm. Nëse një grup i muslimanëve të mirë, haxhi, nëse një grup i muslimanëve të mirë ja falin namazin e gjenozës një muslimoni, dhe ata sinqerisht, për sinqerisht, më në vazhdim, dhe ata sinqerisht kërkojnë që Allahu me fal atë, na morëm shpërblimin. Pa i ndjeri, tha pejgamberi, edhe atë Allahu e fal. Qesa, një grup musliman, të mirë, dëbëqëm, shkojnë, ja falin namazin një muslimonit, ju një përbesimtar, një muslimonit, lutën sinqerisht, Allahu, ty të ebë shpërblimin që more pjesë, e ata i falë, të vdekurin e falë. Edhe argumentet e tjera që për këtë pikë mbetet me vazhdu herën ashme, e lusmi Allahun azza wa jall të na falë, na mëshiron, e lusmi Allahun azza wa jall që gjenozja jonë prej gjenozeve të mira të bëhet, lusmi Allahun azza wa jall që namazin e tuën, kur të na falë dikush namazin e gjenozës, t'jenë burra dhe musliman të mirë, e Allahu ata t'i shpërblen, e neve të na falë, والحمد لله رب العالمين.